Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra dhe të respektuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po takohemi sërish në takimin e radhës rreth komentit, shpjegimit të haditheve të Sahih Bukhariut, Allah e pasmëshiruar. Jemi tek hadithi 14, ku Imam Bukhariu e titullon Bab Hubbur Rasuli sallallahu alaihi wasallam min al-iman, dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është prej imanit. Dashuria ndaj pejgamberit është prej imanit. Edhe këtu i sjell dy hadithe. Hadithin e Ebi Hurerës radhiyallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Walladhi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi." Pasha atë që jeta ime është në dorën e tina, pra pasha Zotin, nuk ka besuar askush prej jush, përderisa mos të jem unë, pra unë, u fjala për pejgamberin, me i dashur tek ai sesa prindi i tij edhe fëmiu i tij. Ku me këtë hadith, pejgamberi tregon se dashnia ndaj tij është prej imanit. Hadithin tjetër, këtë hadith e ceki prindin dhe fëmijën. Hadith tjetër, të njëjtë nga Enesi radhiyallahu anhu, "Walladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Nuk ka besuar askush prej jush përderisa mos të jemi i dashur tek ai se sa prindi i tina apo prindrit e tij, fëmijët e tij dhe mbar njerëzimi. Kjo mbar njerëzimi është shtuar në hadithin e 15. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar neve se si ta duam atë, se ti je musliman. Me këto dy hadithe po dëmë na tregu pozitën e lartë të tij, dhe se ne do ta duam atë, dhe se dashnia ndaj tij është për imanit. Ne si musliman i duam të gjithë pejgamberët, por pejgamberin ton e duam më shumë se ta pejgamberët e tjerë. Ne si musliman i duam të gjithë muslimanët, por pejgamberin dojna më shumë. Ne si musliman, po dhe si njerëz që jemi, i duam prindërit tanë, fëmijët tanë, të afërmit tanë, bashortët tona, e kështu me radhë, por pejgamberin duam më shumë. Pra, pejgamberi po thotë, nuk ka besuar askush prej jush me besim të plot, përderisa dashuria ndaj meje, ndaj tij, mos të jetë jo vetëm dashuri si pejgamber, por dashuri mbi çdo krijesë tjetër. Madje më shumë se babën dhe vllatin. E ka cek prindin dhe fëmijën, sepse zakonisht njeriu këto dy lloje i don më së shumë të ndonjat, prindërit dhe fëmijët e tina. Ndërsa në transmetim tjetër që thash me poshtë e Enesit, edhe krejt njerëzit, nga se dikush një me mund të doj dikën ma shumë se sa që don fëmijët e vet dhe prindërit e vet. Mund të doj gruan ma shumë se fëmijët e prindin. Mund të doj burrën ndonjë grua ma shumë se fëmijët e prindin. Mund të doj. Mund të doj. Pra, nuk ka besuar askush prej jush me besim të plot, derisa mos të jetë pejgamberi me i dashur tek ne se sa fëmijët tanë, prindërit tanë dhe krejt dënjaja. Kjo për faktin që thot Ibn al-Battal, komentuesi i hadith Buhariut, Sahih Buhariut radhiyallahu rahimahullah, kjo për faktin se shotaj se ne me pejgamberin jemi të shpëtuar për zjarrit. O, ju njerëz,
me babën tonë, na letohet, në prindin tonë na letohet jeta në këtë dynja. Nuk jemi jetima dhe kujdeset prindi për evlat. Pra, na letohet shumë jeta. Me pejgamberin shpëtojmë i xhehenamit. Andaj nuk janë njëjtë. S'mund të jenë njëjtë. Kështu që ne duam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më shumë se çdo kënd tjetër. Nëpërmjet tij Allah na ka udhëzuar. Nëpërmjet tij Allah na ka qelë sytë e ballë dhe sytë e zemrës. Nëpërmjet tij Allah azza wa jalla na ka ndryshuar zemrat tona. Na ka mësuar dinin. Na ka mësuar Zotin ton me njoft Zotin ton. Andaj kemi hak ndaj tij dhe duam atë dhe duhet ta duam atë më shumë se çdo kënd tjetër. Qadi Iyad, Allah e pas mëshiruar, kur flet për dashninë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot pjesë e dashnisë së pejgamberit, të kësaj dashnie është me ngadhnjë sunetin e tina, me mbrojt dinin e tina, me shpresu, të kisha qenë gjallë kur e kanë pejgamberi, me shpresu. Të shakon gjallë në kohën e tina, me shërby atina, me gjinda atina, me ndihmu atina, që kanë ndihmu muhaxhirët dhe ansart, me kasit dhe me dinasit. E me dhonë pasurin tem për te, e me dhonë edhe jetën tem, e vlatë të mi, e keqa posedoj për pejgamberin e Zotit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdo në thot Qadi Iyad, nëse ke që sekum është të qartë, atër është më së qartë se realiteti vërtet e imanit nuk plotësohet vetëm se me këtë, dhe se imani nuk është i shëndosh pa ngritur pozitën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mbi çdo prind, mbi çdo fëmijë, mbi çdo bamirës, dhe sa ai i cili e konsideron këtë kështu dhe mendon se kjo është kështu, ai është besimtar i vërtet. Dhe në të kundërtën, ai nuk është besimtar i vërtet. Pra, nuk gëzojna me barazu askë në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Jo më dosh më shumë, as me barazu. Andaj kur ta duam pejgamberin, do të ndosh sunetin e tina. Personalitetin e tina. Kur lavdërohet pejgamberi, më kënaq. Kur madhrohet suneti i tina, më kënaq. Kur përqeshet suneti i tina, më mërzit. Kur përqeshet personaliteti i tina, nuk mund të adorojmë. Cili prej nesh të bëhem real, hesht, pranon thjesht, kur dikush ja fyn babën e tina. Cili prej nesh? Edhe nëse dën që baba i tij ka qenë kriminal, shpion i udhëve serbis, me atë fjalorin ton, tyre ditëve, ateist, komunist, vrasës. Po, vrasës, ka vran njerëz. Vrasës. Megjithatë, evladi nuk dën mja kesh prindin. Nuk dën mja kesh. Dhe mundet më kasafyt me ty keq, nëse ja fyen prindin e tina, të gjalla po të vdekun. Po mirë, ama shumë e duan pejgamberin prindin, pejgamberin. Andaj dohet më prek shpirtërisht. Nuk mund të adorojmë askënd. Me na prek personalitetin e tina. Kjo vjekuqe për muslimant. Vjekuqe për muslimant. Pejgamberi është këtu. Si për nesh, mbi kokat tona. Alayhi salatu wassalam. E duam më shumë se vlatët tonë. E japëm jetën për vlad. Se cili prind e japëm jetën për vlad. Se cili vlad e jap jetën për prind. Po, por pejgamberi dojnë hala më shumë. Kjo parim i fesë, kështu për na mëson vetë, alayhi salatu wassalam, këto në hadithet tina. Madje duam atë më shumë se sa vetën tonë. Ka në hadith të vërtet që cek Buhariu gjithashtu, se Omeri radiallahu anhu, e që ne dim kush ka qenë Omeri radiallahu anhu, një ditë Omeri tha, ja Rasulullah, Omeri dënte pejgamberin, la ilaha illallah, po kush se ka dash pejgamberin pe sahabe. Tha, ja Rasulullah, pa shamallnin e Zotit,
nuk ka njeri në dynja që dua më shumë se sa ty 50 vetës tem. I sinqert o miri. Po tërgën ata që ndijen. Pra, as e duhe vlat, as grat, as prindrit, as shokt, as kërkën nuk e du në dynjat më shumë sa ty ja Rasulullah. E pejgamberi tha, la walladhi bi yadi hatta yakuna habba ilayka min nafsika. Jo, pasha Allahun, o Omer, nuk pëm dëjshë sa dohet. Jo, pasha Allahun, Omer. So mirë me ndej që i boni namin, i tha, jo, pasha Allahun, nuk pëm dëjshë sa dohet. Dere sa të më duash më shumë se sa vetë vetën tane. Atër mirë, tha, pasha Allahun, tash ja Rasulullah, nga kjo moment të dua ty, më shumë se sa vetë vetën tane. E pejgamberi tha, el ane ja Omer. Tash, po më dëjshë tamam hakikat me dashuri të vërtet. Pra, dashuria e pejgamberit është pe imanit lartë. Sa ma shumë ta duam pejgamberin, imani kena më të plot, më të fort. Sa ma shumë ta duam pejgamberin, e duam Allahun më shumë. E duam atë që ka dërgu pejgamberin, e që është Allahu. Sepse Allahu e dën pejgamberin. E kur e duam ne të dashurin e Allahut, atëherë na dën neve Allahu. Tebareke ve Teala. Kështu që dashuria ndaj pejgamberit është dashuria ndaj Allahut. Sigur se respekti i pejgamberit është respekti i Allahut. Sigur se madhërimi i sunetit pejgamberit është madhërim i fjalëve të Allahut, i dinit të Allahut azza wa jall. Nuk mund të afrojmë asnjë krijesë e ta krahasojmë me pejgamberin e Zotit. Ne muslimanët. Fundja, kjo është parim pe parimeve të besimit tek muslimanët. Allahu na bëf të gjithëve të jemi në këtë gradë, në këtë nivel. Ta duam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam më shumë se prindrit tanë, fëmijët tanë, më shumë se mba njerëzimi, madje më shumë se sa vetveten tonë. Allahumma amin, dhe deri në takim në radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.